Në fund, unë shpresoj që të sjellë në skenë ato personazhe për cilët dola të prezantoja që në fillim. Vjen këtu tani Adela dhe gjyshi i saj, cilit unë nuk po ja them emrin sot. Ndjekim! O Jezu, da. O gjyshi! Skua! Hua! Buju! Buju! Gjyshi, qa ke pirë? Gjyshi, hajde se filloj filmi o këta po, dy shpejt. E kam pa që kur ishe i vogël. Vritet gjithmonë funej, 22 plomba. Gjyshi, si zhos profesionisti? Po qa profesionist leshi amator ka janë. Gjyshi, qa do me thënë amator? E kundër ta profesionistit, na ta thash për njerë. O gjysh pjeshko! Kiqo! Bere usele! O gjyshi, po... Kiqo! Avash, o gjyshi, po pse më thot mua halla që nuk duhet të shof më këshu filma shme vrasje, po duhet të shof për shembull shtëpiaket e dëshpëruara. Ja fut kot fare, ja fut. Shtëpiaket e dëshpëruara, 200 seri, 200 dashnor, s'vdes as njëra në fund. Po që në këta filma pa vrasi një? Ndërsa tezja është budalla që fare, më thot mua në shiko Traviatën, liçenin e mjelmave, fyellin magjik. Breshkën që s'bente për sup. Po që në të pëtali që më Adela në shi? Po i Mozarti ka 200 vjetë që ka vdekur? Vdiq a i po e shkruajti atë fyellin magjik, gjyshi fiku. Kiqo, krasë të rove e cej, kiqo! Ira fyllit edhe vdiq. Pike zez. Që është brez rinoceron të shjeni ju, pike zez si birë me krikëll jeni. Qa në dini e pleqve juve, qafte në dini? E gjyshi, sa shkon bira me krikëll me qafte, gjyshi. Adela, ti e Adela po është tati maskuar si deputet pianist me pishtaleca. Po pse o gjyshi, ishte babi dje i mërzitur nga që po protestojnë, kanë 3 ditë që protestojnë, e më tha mua, hajde Adela ti qajmë hallet si burra, më tha mua, hajde të pim nga e krikëll birë e ta më qofte. Piva sa piva me babin unë, pasaj më kujtua jo fjalla e urë që më theti 1 gram kujdes, vlen më shumë se sa ilaçet, edhe ndalova pijen. Ja. Je gjenë gjyshi, nuk është gram kujdes, është gram tjetër e që kushton se i pension. Gjyshi, nuk më pëlqen ai lloj gramit se të bën mos të jesh vetvetja. Ja. Qupe, sot je 20 grame dhe jeta thërret? Qa thua me? O gjyshi, po pive shumë të del për hundësh, o gjyshi. Po pra të punë për hundësh të del po të shtive. Interesante që punë, e? Nuk shofim më filma bashkë, gjyshi, se nuk... Jo, e ke shumë gabim. Bashkë nuk do të shikoj me Toni Montanën. Mërë vesh mërë ato. Që thoj tu do të shikosh vetëm. Po të jetë për vetëm, më mirë shikoj ato Wings atun. E tutje, vizatimor me dashuriçka. Dokumentar do shikosh. Dokumentar edukativ do shikosh. Ma di sot në 21:30 ke shumëzimin e luanve dhe shqyrin e demave shkretir. O gjyshi, mos është një qik makabër, nuk se kam frikë të flo vetëm unë me këto. Qo shqyrja e demave... Jo, e kisha për shumëzimin e luanve.
Gjyshi se kur numëroj unë natën që të fle, kur numëroj delet nuk kam frikun, ndërsa kur numëroj luanët, kam frik mos pa hangishtin. O, frika cakja gjyshit. Ashtu, Gjyshi, mi u izit e këmbët, Po bëra shaka o Gjysh Rushi. Kiqo! Re-o-të-a! Kiqo! Bëra shaka i Gjyshi, është miu i bardh, Sa frika cak që është. Po më ke gjetur mua gjysh të urti. Se ti do në nga ta gjyshi që thonë gjabit e kemët! O, Adela, po ke ko të kesh frik nga gjarbri me të keqen gjyshi, ke ko. Adela!